Nga 16 korriku. Hapet një rrugë e re për 5 shenjat të zodiakut. Ka momente kur një periudhë e vështirë nuk përfundon me shumë, por me një mundësi që shfaqet pa pritur. Nga 16 korriku, lëvizjet astrologjike krijojnë një energji të re për disa shenja të horoskopit. Ajo që deri dje duke je bllokuar mund të fillojë të ecë përpara, ndërsa dyert që kanë qëndruar të mbyllura për javë apo muaj mund të hapen në mënyra krejt të papritura. Nuk do të jetë një ndryshim magjik brenda një nate, por fillimi i një rruge që mund të ndikojë në dashuri, punë, financa dhe vendimet më të rëndësishme të kësaj vere. Le të zbulojmë tani cilat janë 5 shenjat që mund të ndjejnë më fort këtë energji të re dhe pse universi duket se po i shtyn drejt një kapitulli të ri. Britsjapi. Për ju, kjo periudhë shënon fundin e një pritjeje që ka zgjatur më shumë nga sa dëshironin. Nga 16 korriku do të vini re se situatat që kanë qenë të ngrira fillojnë të lëvizin gradualisht. Në punë mund të shfaqet një mundësi për të marrë më shumë përgjegjësi ose për të nisur një projekt që ju jep më shumë siguri për të ardhmen. Në aspektin financiar mund të krijohen kushte më të mira për të stabilizuar buxhetin ose për të marrë një vendim që do të sjellë përfitime në muajt në vijim. Në dashuri, marrëdhëniet bëhen më të qarta dhe bisedat që janë shtyrë prej kohësh më në fund zhvillohen. Nëse jeni vetëm, një njohje e re mund të lindë në një moment krejt të zakonshëm, por të lërë një përshtypje të fortë. Rruga që hapet për ju nuk është e mbushur me rastësi, është rezultat i durimit dhe këmbënguljes që keni treguar gjatë gjithë kësaj kohe. Daforia. Jo çdo derë hapet me shurmë. Për ju, ndryshimi mund të nisë nga një bisedë e qetë, një vendim i vogël ose një takim që në pamje të parë nuk duket i rëndësishëm. Nga 16 korriku do të ndjeni se shumë paqartësi fillojnë të marrin formë dhe se gjërat që ju kanë mbajtur pezull nuk kanë më të njëjtën peshë. Në punë mund të shfaqet një mundësi për të provuar veten në një rol të ri ose për të marrë një përgjegjësi që ju afron me objektivat tuaja. Financat kërkojnë ende kujdes, por krijohen kushte më të mira për të ndërtuar stabilitet afatgjatë. Në dashuri, energjia favorizon afërsinë dhe rikthimin e besimit. Nëse jeni në një lidhje, një bisedë e sinqertë mund të ndryshojë atmosferën mes jush. Ata që janë vetëm mund të njohin një person që sjell qetësi dhe jo pasiguri. Mos nxitoni t'i analizoni të gjitha, disa mundësi duhen jetuar përpara se të kuptohen plotësisht. Ujori. Për një kohë të gjatë mund të keni ndjerë sikur po ecni në të njëjtin vend, por kjo ndjesi fillon të zbehet. Nga 16 korriku do të krijohen rrethana që ju shtyn të dilni nga rutina dhe të shihni horizonte të reja. Një ide që e kishit lënë mënjan mund të rikthehet me më shumë forcë dhe këtë herë do të gjeni edhe mbështetjen që ju mungonte. Në aspektin profesional mund të merrni një propozim ose të krijoni një kontakt që hap dyert të rëndësishme për të ardhmen. Financat përmirësohen gradualisht, sidomos nëse shmangni vendimet impulsive. Në dashuri, dita favorizon sinqeritetin dhe komunikimin. Ata që janë vetëm mund të surprizohen nga një njohje që lind krejt rastësisht, por që zhvillohet shumë më shpejt nga sa prisnin. Rruga e re që hapet për ju lidhet me guximin për të bërë atë hap që deri dje e shtynit vazhdimisht. Virgjëresha. Ndonjëherë jeta ndryshon jo sepse ndodh diçka e madhe, por sepse më në fund filloni t'i shihni gjërat ndryshe. Nga 16 korriku do të ndjeni më shumë qartësi në vendimet tuaja dhe kjo do t'ju ndihmojë të lini pas dilema që ju kanë lodhur prej kohësh. Në punë mund të përfundoni një etapë të rëndësishme dhe të hapni rrugën për një mundësi të re që kërkon më shumë besim te vetja. Një person mund të vlerësojë seriozitetin tuaj dhe t'ju propozojë një bashkëpunim që ja vlen të shqyrtohet. Në aspektin financiar krijohen mundësi për të organizuar më mirë të ardhurat dhe për të shmangur shpenzimet e panevojshme. Në dashuri, marrëdhëniet bëhen më të qeta dhe më të sinqerta. Beqarët mund të afrohen me dikë që i bën të ndihen të sigurt dhe të kuptuar. Rruga e re për ju nuk do të jetë e mbushur me nxitim, por me hapa të qëndrueshëm që ndërtojnë një të ardhme më të fortë. Dashi. Ju jeni shenja e 5 që mund të ndjejë më fort ndryshimin që nis nga 16 korriku.
Pas një periudhe me sfida, vonesa ose vendime që nuk kanë dhënë rezultatet e pritura, do të krijohen kushte më të favorshme për të ecur përpara. Në aspektin profesional, një mundësi që dukej e largët mund të afrohet papritur. Mund të jetë një bashkëpunim i ri, një projekt ose një lajm që ju jep më shumë besim për të ardhmen. Financat kërkojnë ende maturi, por do të shihni shenja përmirësimi që ju motivojnë të vazhdoni në të njëjtin drejtim. Në dashuri, energjia favorizon sqarimet dhe fillimet e reja. Nëse jeni në një lidhje, është momenti për të lënë pas keqkuptimet dhe për të ndërtuar më shumë besim. Ata që janë vetëm mund të njohin një person që hyn në jetën e tyre në mënyrë krejt të papritur. Nga 16 korriku, rruga që hapet për ju nuk është vetëm një mundësi, është një ftesë për të besuar më shumë tek vetja dhe për të mos hequr dorë nga ajo që dëshironi vërtet. Nëse ky parashikim të ndihmoi ose mendon se mesazhi lidhet me ty, mos harro ta mbështesësh videon duke vendosur një like. Shkruaj në koment fjalën rruga nëse beson se nga 16 korriku po hapet një mundësi e re për ty dhe na trego edhe shenjën tënde. Bëj subscribe në kanalin Zëri i Universit dhe aktivizo njoftimet për të mos humbur asnjë parashikim. Gjithashtu, shpërndaj këtë video me dikë që mendon se ka nevojë ta dëgjojë këtë mesazh pikërisht tani.